Unum Festival për të gjithë dashamirësit e këtij festivali fillon nga nesër, zyrtarisht në datën 5 në Oron. Është e vërtet, zyrtarisht fillon rreth orës 1-2 aty diku, shifim se në drek. Në drek. Dhe përfundon në datën 10. Në datën 10. Me shpresë. Do të flasim pak për agendën nga nesër deri në datën 10. Atëherë nesër domethënë hapet Pine Stage, pastaj apo skena e pishave. Është një skenë ku muzika për 24 orë nuk dalet fare. Aty neve kemi publikuar programin të gjithë DJ-ve të cilët do të lozin në të gjitha skenat. Pra duke filluar nga Pine Stage, pastaj është Beach Stage apo skena e plazhit. Dhe DJ-t më të mëdhenj nesër do ngjiten tek Main Stage apo skena kryesore ku do të performon Imali Black Coffee. Ai do të bëj, si të them, hapjen apo natën e parë festivalit. Se dhe shumë DJ tjerë, kemi mbi 90 DJ, të cilët janë të shpërndarë në 3 skenat, të cilat i përmenda mëre, edhe aty janë të shpërndarë, është agenda e publikuar, orare, kështu që njerëzit para se të vinë festival mund ta bëjnë një agendë, një plan kur të vinë aty se ku shku luan. Atëherë për 5 ditë dhe 5 net do kemi muzikë non-stop, do kemi aktivitete gjatë ditës ku njerëzit mund të shijojnë edhe plazhin, kemi yoga sessions, kemi masazhe, kemi një pazar të madh të artizanëve nga Kosova dhe Shqipëria dhe më gjërë ku sjellin punime të veçanta të tyre ku njerëz mund të blejnë gjëra të mira, të lira dhe të veçanta të punuara nga ata. Do të thënë agenda është full, është full edhe ditën edhe natën, ka muzikë, ka aktivitete, ka ushqim, ka njerëz bukur nga gjithë bota, si gjithmonë kemi turist shumë tuaj, si vjet kemi anglez më shumë, duke pasur parasysh që kemi disa partnerë të ri nga Anglia, të cilat janë bërë pjesë e festivalit, dhe ata kanë qenë fokusuar që të bëjnë këtë PR-in edhe marketingun ndërkombëtar, sidomos në Angli. Unumi është promovuar gjithandej, edhe kemi promovuar me aktivitete të ndryshme të pre-parteve ku kemi pas party në qytete të ndryshme të Evropës, si në Ibiza, në Milano, në Gjenev, në Beograd, në Shkup, se edhe shumë qytete të tjera, nuk i mboj mend gjitha të drejtën se janë shumë. Po kemi pas aktivitete edhe në për qendra evropiane ku jemi mundu ta shpërndojmë fjalën e Unumit, njerëzit kanë pasur mundësi të blejnë bileta me zbritje e kështu me radhë.